mbrojtjes, dhe ne e dim që lufta në Rusi dhe Ukrainë e dëshmoi dobësinë e NATO-s dhe tani ata duhen të armatosen përsëri si Evropa, po ashtu edhe shtetet perëndimore, për shkak se e shiqojnë se ka mbetur mbas me teknologji në aspektin ushtarak dhe përpiqen që të arrijnë kapacitetin e ushtrisë së Kinës, kapacitetin e ushtrisë së Rusisë, edhe kapacitetin e ushtrisë së Iranit. Nuk duhet ta përjashtojmë, për shkak se edhe Irani ka industri të madhe ushtarake, sidomos të raketave balistike dhe hipersonike. Pra mund ta paramendoni e gjithë Evropa, e gjithë SBA-ja, sot e kësaj dite nuk mund të prodhojnë raketa hipersonike dhe kuptohet përderisa kanë mbetur mbas, janë të mbarur edhe nga mineralet e ralla, që shpresojnë që në një bashkëpunim me Kinës të mund t'i shfrytëzojnë ata minerale dhe të gjithat know-how të industrisë së rëndë që e ka Kina, t'ia përcjell shteteve të Evropës dhe SBA-s, por ata kanë mbetur mbas si Evropa dhe SBA-ja dhe nuk besoj që do të mund të arrijnë industrinë e Kinës në një kohë të shkurtër. Zoti, nga rivalitetet globale, burimet natyrore janë shndruar shpesh edhe në mjet e presioni, por sigurisht politik dhe ekonomik. A mund t'i përdor Kina metalet e ralla si një armë gjeopolitike, do të shoja? Mund t'i përdor dhe i përdor, përderisa Kina nuk e ndjek politikën amerikane që të sulmoj shtetet, t'i okupoj ato dhe të shfrytëzoj. Politika e Kinës është, doktrina e tyre është shumë e thjeshtë, ata janë për një bashkëpunim ekonomik. Gjërat i shikojnë në aspekt më afatgjatë, nuk është si çështja e SBA-s. SBA-t e shikojnë se çka do të ndodhë deri në zgjedhjet e ardhshme. Për shembull, i kemi në nëntor 2026 zgjedhjet e Kongresit. Dhe gjithë politika e Trumpit është përqendruar se çka do të ndodhë në ato zgjedhje. Përderisa në Kinë është një sistem i vetëm politik, kemi një parti të vetme politike dhe stabiliteti politik sjell edhe stabilitet ekonomik, për arsye se ata nuk shikojnë afat shkurtër, por afat gjatë dhe nuk kanë nevojë thuajnë ata që t'i kolonializojmë ne shtetet, me të cilët nuk kemi marrëdhënie të mira, po ata përpiqen që gradualisht që t'i përmirësojnë nëpërmjet ndrimit të marrëdhënieve edhe arsimore, edhe ekonomike, edhe kulturore, edhe sportive, nëpërmjet ndihmave të ndryshme që kinezët u dërgojnë sidomos në shtetet e Afrikës, dhe ne e dim që Afrika shumë e pasur me minerale, edhe Amerika Latine, dhe nëse e shikojmë në aspekt global, Kina investon me të mëdha në industri të ndryshme. Ne mund ta shikojmë, nuk ka nevojë të shkojmë në Afrikë dhe në Amerikë Latine, mund ta shikojmë në Ballkanin, ata investojnë shumë në Serbi, po ashtu kanë marrëdhënie të mira me Greqinë, janë duke investuar shumë, sidomos në ndërtimin e anijeve në Greqi, po nëse shkojmë edhe më herët, na kujtohet sistemi komunist gjatë kohës së Enver Hoxhës, pra kishte investime të mëdha në Kinë, në fakt në Shqipërinë nga ana e Kinës. Pra kjo është politik afatgjate e Kinës, të cilat nuk i shikojnë shtetet për t'i shfrytëzuar kolonialisht, por i shikojnë si një strategji afatgjate që në disa dekada të formojnë marrëdhënie të mira dhe të përfitojnë të dy shtetet, edhe Kina, po edhe shtetet në të cilat ata investojnë. Zoti Dauti, nga ana tjetër, rivaliteti për Groenlandën po zhvillohet disi në heshtje, pra duke parë edhe zhvillimet e fundit, por pasojat e tij ndoshta mund të jenë edhe afatgjata, por edhe globale. Cili është skenari më realist dhe cili më i rrezikshëm për të ardhmen e këtij territori? Skenari është se SBA-ja nuk përfiton asgjë nga okupimi i Groenlandës. Groenlanda pra është në afërsi të SBA-s, ata kanë mund ta shfrytëzojnë çdo herë. Skenari është se do të prishen marrëdhëniet, sidomos të Evropës me SBA-n, për shkak se Trumpi ju kërcënohet se do t'u vë tarifa dhe taksa të ndryshme mallrave të Unionit Evropian. Pra do të vuaj edhe më shumë ekonomia e Evropës, industria e Evropës. Mirë po nëse mbas 3 viteve nuk do të jetë më presidenti Trump, unë besoj që gjithë rrethanat mund të ndryshojnë. Përsëri mund të kemi një afrim të marrëdhënieve mes Evropës dhe SBA-s,
për shkak se kjo është më shumë çështje personale se strategji e SBA-s. Pra kjo është një dëshire prezidentit Trump, e egoizmit të tij, që të arrisë territorin e SBA-s dhe të mbetet në histori. Ai shiqon historinë dhe i kujtohet se ndonjë prezident e ka marrë Teksasin, ndonjë tjetër e ka marrë Louisianën, ndonjë prezident tjetër e ka marrë Kaliforninë, New Mexico, Arizona. Pra të gjithë këta nuk kanë qenë pjesë të SBA-s kur është formuar SBA-ja. Këta territore gradualisht janë bashkangjitur territorit të SBA-s dhe ai don të hyjë në histori si prezident i cili e ka zgjeruar territorin e SBA-s. Po ne besojmë që Grenlanda nuk do të jetë problem. Problem do të jetë nëse ai në të vërtetë tenton që ta aneksoj edhe Kanadën. Dhe nëse tenton që ta aneksoj Kanadën, atëherë do të bëhet fjalë për një krizë më e madhe, po edhe ndërkombëtare, nuk përjashtohet. E qartë, mirë, zot Dauti, për ta mbyllur pyetja e fundit, është zhvilluar një bisedë telefonike mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe atij turk Recep Tayyip Erdogan, e cila vjen në një moment delikat për linjën e mesme me tensione të larta pranë në Siri dhe Gaza. Si e keni parë, çfarë është diskutuar dhe cili është sinjali politik e cila dërgon kjo bisedë? Marrëdhëniet e presidentit Trump janë të mira me presidentin Erdogan. Unë për shkak se kam jetuar në Stamboll, e di që në Stamboll është një ndërtesë e madhe Trump Tower. Pra këta marrëdhënie mes Erdoganit dhe Trumpit nuk janë tani si politikan, por shumë dekada më të hershme për shkak se presidenti Erdogan ka qenë kryebashkiak i Stambollit. Pra besoj që ata njihen shumë herët, pra me dekada, dhe presidenti Trump ka një respekt të posaçëm për presidentin Erdogan, dhe këtë e dëshmon për shkak se ja e kemi së fundi luftën në Siri dhe presidenti Trump nuk e kundërshton interesat e Turqisë dhe besoj që presidenti Trump ishte një ndër faktorët që e parandaloi luftën kundër Iranit, sulmin kundër Iranit, për shkak se edhe popullat e madhe turke në Iran, që besohet dikun të jetojnë 30 milion turk në Iran, që janë shtetës iranian, dhe gjatë gjithë ata trazirave apo tentimit që u përpoq të bëjnë Izraeli dhe SBA-ja një grushteti në Iran, Turqia i thiri banorët turk të Iranit që mos bëjnë pjesë e protestave, dhe ata territore ku jetojnë azerët apo turkët në Iran ishin të qeta dhe e përkrahin qeverinë, dhe besoj që Turqia do të bëjë gjithçka që të ndihmojë Iranit kundër agresionit të Izraelit dhe SBA-s kundër shtetit të tyre, ashtu sikur e ka mbështetur Iranin gjithmonë edhe gjatë sanksioneve të ndryshme ekonomike. E qartë. Mirë, zot Dauti, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ju faleminderit. Kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë. Do mbyllim këtë pjesë të parë, bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi për të ndalur sërish tek biseda e Donald Trump me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe më pas do ndalemi sërish tek Grenlanda. Mbyllim këtë pjesë të parë dhe rikthehemi më pas.